Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës. Viti që po lëm pas ishte viti 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Ky ishte edhe momenti për të kujtuar rrugtimin ton për këto 2 dekada. Kosova si shtet u konsolidua në rrafshin nacional ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Kosova sot është kontribuese paqes në rajon, e bashkëpunimit dhe eficiencisë së mirë, me synime të qarta për integrime euroatlantike. Qytetarët e Kosovës sot jetojnë më mirë se sa kurdoherë më parë. Kosova është demokraci funksionale, ku të gjithë qytetarët e saj, pa dallim etnik, po dëshmojnë vlerat e përbashkëta. Organizimi i zgjedhjeve, pranimi i rezultateve zgjedhore është bërë kulturë dhe model i mirë jo vetëm për ne, por dhe shembull për gjithë rajonin. Të dashur qytetarë, Kosova është mirënjohëse për kontributin e madh të bashkësisë ndërkombëtare, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve të Evropës dhe gjithë miqve. Të arriturat e Kosovës janë të arriturat tona të përbashkëta. E kaluara jon, por dhe ardhmja jon është në botën perëndimore. Rrënjët tona historike, kulturore dhe politike janë të lidhura me vlerat euroatlantike. Kosova ka qenë dhe vazhdon të jetë kampione e mbrojtjes e vlerat të civilizimit perëndimor. Por dhe këtu përballemi me sfida. Rrugtimi i Kosovës përballet edhe me vështirësi dhe pengesa krejt të padrejta. Qytetarët e dashur të Republikës së Kosovës, ne ende nuk gëzojmë të drejtën e lëvizjes së lirë. Përkundër përmbushjes së të gjitha kritereve për liberalizimin e vizave. Është një vonesë pa justifikueshme nga Bashkimi Evropian. Por asgjë nuk do të mund ta ndryshojë përcaktimin ton për aleancat dhe partneritetet ndërkombëtare. Të dashur qytetarë, në këtë natë të ndrimit të moteve, secilit prej nesh i duhet edhe me shumë solidaritet me njëri tjetrin. Kemi nevojë për ta ushqyer me shumë konsideratën për njëri tjetrin në rrafshin njerëzor, pa dallim etnie, religioni dhe statusi social. Na duhet me shumë dashuri dhe mbi të gjitha lumturi familjare dhe respekt njerëzor. Na duhet të çmojmë të mirat që kemi, mos harrojmë të tashmen duke shikuar në të ardhmen e sigurt, duke besuar në vlerat tona, në synimet dhe ëndrat tona si individ dhe si shoqëri. Uroj që viti 2020 të jetë i mbar për ju, familjet tuaja dhe Republikën e Kosovës. Urime e gëzuar viti 2020. Gëzuar.